E diela e madhe e Pashkës ka bërë bashkë sërish besimtarët që ndoqën meshën e u lutën për shëndet, mirësi e armoni. Në këtë ditë të shënuar për besimin e krishterë, Mitropolia e Shenjtë ka pritur urime për besimtarët. Ne ishim sot dhe sa përshprehëm urimet, përcollëm pjesën e detyrës qytetare që gjithmonë na shoqëron, na karakterizon, ku urojmë komunitetet për festat e tyre. Normalisht është një nga ato festat të mëdha që ka komuniteti ortodoks dhe gjitha komunitetet e tjera. Edhe kur kemi ne festat tona, komunitetet përkatëse vinë dhe na urojnë, dhe kjo është një nga ato gjërat e bukura që na karakterizon, sepse festat nuk bëhen të bukura nëse ne nuk e urojmë njëri tjetrin, nuk jemi të gjithë pranishëm me urime për njëri tjetrin. Në këtë ditë të shenjtë, siç është Pashka, nuk kanë munguar as urimet e përfaqësuesve të institucioneve të ndryshme dhe forcave politike për të përcjellë mesazhin që të gjithë jemi një dhe se në Korçë jetohet më së miri në harmoni fetare. Pritjet e urimit janë mbajtur nga kleriku Atilia Kotnani. Festa e Pashkës ka një simbolik shumë të madhe brenda saj. Është festa që simbolizon ngjalljen e shpresës dhe besimit për ditë më të mira. Kështu që sot unë dua t'ju uroj të gjithë familjeve, të gjithë besimtarve, të krishterë dhe jo vetëm, gëzuar Pashkën, më shumë shëndet edhe mbarësi për gjithë ju. Krishti u ngjall. Në këtë ditë të bukur me diell, këtu nga Mitropolia e qytetit tonë, dëshiroj të përcjell të gjithë qytetarëve të krishterë ortodoks të qarkut tonë, po jo vetëm, gëzuar Pashkën, e uroj që çdo ditë e jetës së tyre të jetë mbushur me shëndet, mirësi edhe bekime për veten dhe familjen e tyre, por edhe për cilësinë e bashkëtesës komunitare. Gëzuar Pashkën, Pashkë të bardha, preferoj të lë gëzimin për qytetarët sot, të paktën sot të mos flasin politikanët, por qytetarët të gëzuar. Krishti u ngjall, gëzuar gjithë besimtarëve, gjithë qytetarëve të qarkut të Korçës, të gjithë Shqipërisë, në këtë ditë, në festën më të rëndësishme të gjithë botës kristiane. Lindja e hyjit simbolizon lindjen e shpresës, në zemrat tona, në vatrat tona. Urojmë mbarësi dhe mirësi për të gjithë. Momenti i Pashkës në fakt është një moment që më tepër na ngjall shpresë, por na bën edhe një thirrje që të jemi sa më solidarë dhe sa më të dashur me njëri tjetrin. Është dita ku ngjallja e shpresës dhe besimi në Perëndi bashkon të gjithë shpirtrat e njerëzve dhe sidomos në Korçë. Kështu që urimi im është që për të gjitha familjet korçare, por edhe më tej, gëzuar Pashkët me begati, me shëndet, me mbarësi për familjet e tyre dhe sa më shumë suksese në jetën e tyre. Jam edhe shumë e lumtur në fakt me këtë rastësi, duke patur edhe kampionën e Korçës, Pavlina Evron, këtu së bashku në këtë urim, kështu që e falenderoj dhe Pavlinën për gjithçka që ka bërë për qytetin, si grua, si kampione dhe si një figurë e fortë që nderon qytetin tonë. Kjo ditë e shenjtë për besimtarët e krishterë është vërtet një lajm shumë i mirë për gjithë ne, sepse na bashkon, na jep mesazhin që të duam njëri tjetrin dhe ta falim atje ku kemi bërë dhe gabime. Dhe për herë të parë të dyja Pashkët, qoftë ortodokse dhe katolike, sot festohen në një ditë, kështu që është një arritje për komunitetin e krishterë. Unë uroj të gjithëve Pashkë të mbara me bekimin e Zotit dhe me mirësinë e Tij të ecim në rrugën tonë. Në këtë ditë Pashke uroj gjithë besimtarët ortodoks, gëzuar për shumë vjet Pashkët, drita e ringjalljes dhe shpresës qoftë mbi ta, bekime për çdo familje shqiptare. Gjithashtu uroj të gjithë besimtarët katolik, gëzuar Pashkët për shumë vjet, paqja dhe mirësia në të gjithë familjet shqiptare në këtë ditë të bekuar. Sot është dita e ngatënimit të dritës mbi errësirën dhe e shpresës për secilin nga ne dhe uroj që kjo të jetë një ditë e tillë e mirë se ardhur në çdo tryezë tonë, në çdo familje tonë, për secilin shqiptar. Shpresoj që me këtë ditë bukur pranvere sjell edhe ndryshimin, sjell edhe jetën, edhe gjallërinë dhe uroj më shumë paqe dhe begati. Krishti u ngjall, Pashkë të mbarë për gjithë besimtarët. Dita e sotme është ditë e fitores të jetës ndaj vdekjes. Është ditë e cilën gëzon gjithë njerëzimi, sepse në fundit ngjallja e Krishtit fitoi mbi vdekjen. Unë do të uroj gjithë besimtarët ortodoks për këtë ditë të shënuar dhe do t'ju them që shpresa ka lindur, Zoti është me ne, mbarë për gjithë familjet tuaja, sa më shumë shëndet keni, besim dhe gëzim në familjet tuaja. Pashkë do të thotë kalim nga vdekja në jetë, ajo simbolizon vetjetën dhe lullëzimin e saj.